لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po nëse ka mundësi, shoj pak. Të nderuar vëllezër besimtar, prej gjërave që Islami na porosit është edhe kujdesi i besimtarit në shprehjet e tij dhe në të folurën e tij. Me gjuhën që përdor njeriu mund të krijojë ura lidhëse mes njerëzve dhe mund të shërbejë këto ura lidhëse për një jetë të sigurt në shoqëri. Dhe e kundërta, me gjuhën që e përdor njeriu, e cila gjuhë përmban urrëtie, krijon do të thotë dhe fut trazira në mesin e njerëzve. I shkatron ato ura me cilat do të thotë njerëzit bashkëjetojnë dhe komunikojnë me vete dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Me avancimin e teknologjisë dhe me përhapjen e rrjeteve sociale, i është bërë e mundur njerëzve që t'i shprehin mendimet e tyre. Dhe njerëz të cilët janë dashakeq dhe me qëllime të caktuar, përmes këtyre rrjeteve e rritin përqindjen e urrëties gjuhës së urrëties në mesin e njerëzve. Po ashtu me avancimin e teknologjisë dhe përdorimit të rrjeteve sociale, ju është mundësuar njerëzve shpeshherë me shfaq atë që e ka në zemrën e tij prej mllefit dhe urrëties, prej inatit dhe armiqësisë. Ndonjëherë duke mos e ditë se sa pesh ka fjala, e ndonjëherë duke e përdor këtë gjuhë të urrëties për qëllime të caktuara. Andaj ata njerëz të cilët e përdorin këtë gjuhën e urrëties dhe shfaqin mllefin e vet ndaj njerëzve, ndaj bashkëkombësve të tyre, ndaj besimtarëve musliman, ndaj institucioneve fetare, ndaj krerëve të institucioneve fetare. Ata njerëz të cilët e shfaqin këtë gjuhë të urrëties, më të vërtetë do të thotë japin një kërcënim. Dhe institucionet e ndryshme të rendit e kanë për obligim që të miren me këto raste, në mënyrë që mos të përshkallëzohet gjendja dhe më shumë. Nga ajo që lexojmë nga historia e njerëzve, gjithmonë
ato organizatat terroriste, grupet kriminale, dhe ato që dojnë me shfaq, me shprej armiqësi tek njerëzit, kështu kanë filluar. Kanë filluar me provokime, me gjuhë të urrëties, me shfaqjen e armiqësisë, e pastaj do të thotë kohë pas kohe kanë kaluar edhe në veprime. Andaj që mos bëhet vonë dikur, këtë gjuhë të urrëties që dikush e përdor kundër dikujt pa marrë parasysh, duhet që të ndalohen dhe duhet që të sankcionohen, që mos vi një moment të bëhet vonë, ndoshta për shkak të neglizhencës tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, Islami si fe universale, si fe e cila është për mbar njerëzimin, është kundër një gjuhë të tillë, jo vetëm në mesin e pjesëtarëve të saj, jo vetëm në mesin e pjesëtarëve të Islamit, por në mesin e njerëzve në përgjithësi. Dhe sado që dikush e shpreh mllëfin e tij ndaj teje, aq larg shkon Islami në këto parime, sa që edhe ndikush nëse të ka bërë zullum dhe padrejtësinë që ta ka bëhe tyje dhe urrëtitjen që ta ka shkaktue tyje nuk të jep lejen ty të i kalue kufit. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Mos t'ju shtyj urrëtitja ndaj dikujt që ju të i kaloni kufit, po thot Allahu. Bëhuni të drejtë sepse e drejta është më afër devotshmërisë. Andaj Islami është kundër këtyre kërcënimeve që bëhen, qoftë edhe nga nëse bëhen nga ndonjë ignorant apo individ pjesëtar i Islamit. Dhe këto në disa aspekte e shfaq Islami. Luftën që ja bën shprehjes apo gjuhës së urrëties që përdoret në shoqëri dhe në mesin e njerëzve me diversitete të ndryshme. Islami është ai i cili jep tolerancë njeriu, të jetoj me mendimet e tij dhe me fenë e tij pa problem. Dhe për shkak që dikush mendon ndryshe nga ti, në asnjë formë Islami nuk e të lejon ti të i kalosh kufi dhe ta shprehësh urrëtitjen ndaj tij. Pse nuk është sikur ti. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë e ka shprehë përmes Kur'anit të ndërrodhën kur ka thënë وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dhe ne e kemi nderuar bitë Ademit. I kemi nderuar bitë Ademit krejt njerëzit. I kemi dalluar. Dhe pasuria e njeriu është e shejtë. Malli i tij është i shejtë. Gjaku nderi i tij është i shejtë. Krejta janë shejta, nuk guxon në asnjë mënyrë ta cënosh mallin e dikujt, nderin e dikujt, ta fyesh dhe ta shash dikon dhe ta kërcënosh dikon dhe ta urrësh dikon, vetëm se nuk është sikur ti, mbi gjitha është parimi njerëzor, që duhet të funksionoj dhe këtë e ka parasysh shumë Islami. Edhe më larg se kjo, Allahu Gjelle Gjelalu të nderuar vëllezër, në Kur'an, edhe pse Islami ka ardhur që t'i nxjerr njerëzit nga idhujtaria, nga mosbesimi në besimin në Allahun Gjelle Gjelalu, nga besimet në shumë zota në një besim në Allahun Gjelle Gjelalu. Ky është qëllimi i Islamit. Ky është synimi i Islamit. Megjithatë Allahu Gjelle Gjelalu po thot: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Mos i shani, mos i fyni ata që adhurohen përveç Allahut. Mos i shani dhe mos i fyni idhujt e tyre, edhe pse Islami i llogarit si të kot, mos i shani idhujt e tyre.
sepse ata do ta shajnë Allahun xhelle xhelalu pa dituri dhe me armiqësi. Pse është kjo ndalesë? Vetëm që mos futet urrejtje dhe përçarje mes njerëzve. Edhe pse llogarit një gjatë të kot dhe Islami thret që të adhurohet Allahu dhe të lihen adhurimet e idhëve, megjithatë ndalon fyrjen, sharjen e tyre dhe atyre që adhurojnë idhujt e tyre. Allahu xhelle xhelaluhu na urdhëron të nderuar vëllezër me drejtësi. Dhe drejtësia është e përgjithshme, nuk është selektive në Islam. Nuk është për pjesëtarët e tij vetëm, mirë po për gjithë njerëzimin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu urdhëron me drejtësi, Allahu urdhëron me bamirësi, Allahu urdhëron që t'i ndihmohet atyre që kanë nevojë, ndalon nga e keqja, ndalon nga e shëmtuarja, ndalon nga tejkalimi i kufive. Allahu xhelle xhelaluhu nuk ta ndalon ty që të jesh bëmirës edhe ndaj njerëzve dhe të jesh i afërt edhe me ata njerëz të cilët nuk janë pjesëtar i festanit. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allahu nuk ja ndalon juve që të silleni mirë dhe të silleni afër, të jeni afër me ata të cilët nuk ju bëjnë zullum, me ata të cilët nuk ju luftojnë dhe me ata të cilët nuk ju dëbojnë nga shtëpijat e juve. Allahu xhelle xhelalu kur ka kërkuar debat me njerëzit në Kur'an, me pjesëtarët e feve të ndryshme, mendimeve të ndryshme, çka ka thënë Allahu në Kur'an? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dhe thirr në rrugën e Allahut me urtësi, me këshill të mirë dhe polemizo me njerëz në formën më të mirë. Polemizo me njerëz në formën më të mirë. Allahu xhelle xhelalu kur flet për idhtarët e librit, për hebrejt dhe të krishterët dhe debatin që e bojnë musliman me ta, çfarë forme do të më bëj debati? Allahu xhelle xhelalu ka thënë: "Wa la tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum." Dhe mos polemizoni me idhtarët e librit, hebrejt dhe të krishterët, përveç se në formën më të mirë, illa alladhina zalamu minhum. E është një kategori që ata nuk e marrin vesh gjuhën e komunikimit, nuk e marrin vesh gjuhën e debatit, argumentimit. Ata janë kriminalet, ata janë vrasit, ata janë zullumçarët. E kjo është temë tjetër, nuk është temë. Mirë po, esenca është që të debatoj besimtari me çdo njeri, të debatoj me formën e mirë, me këshill të mirë, me debat të mirë, të qetë dhe argumentues. Allahu xhelle xhelalu na tërheq brejtin në Kur'an që mos tallemi me njëri tjetrin dhe mos krijojmë urrëtie ndaj njëri tjetrit. Ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum. O ju besimtar, mos u tallni njëri me tjetrin. Kjo vlen për gjithë njerëzimin. Mos u tallni, mos i tallni një popull me një popull tjetër, disa njerëz me disa njerëz tjetër. E as mos ngjitni llagape, e as mos e fyeni njëri tjetrin. Këto janë parimet e Islamit të nderuar vëllezër. Këto janë bazat e fesë. Andaj, ajo e cila po përpiqet që të instalohet në këtë shoqëri një gjuhë e urrëties, që për Zotin atë gjuhë nuk e flet, ndoshta as nuk mund ta ndëgjosh, ndoshta prej armikut shekullor që e ki. E të flitet edhe të thuhet përmes disa individave që do thotë e përkatësojnë vetën dikon, edhe janë gjesin vetës një emër. Sigurisht se kjo është do thotë për me ngrejë një alarm që njerëz të tillë të cilët dëshirojnë të shkaktojnë urrëtie në këtë shoqëri, ne si musliman
do t'jemi gjatë, do t'jemi shumë vigjilent në këtë. Është gabim moral dhe është gabim fetar dhe gabim kombëtar ti si musliman me ra në nivelin e gjuhës së tyre. Sepse neve na mëson Kur'ani dhe na mëson Islami, qysh debatojmë, na mëson si të sillemi me njerëz, na mëson si të i qasemi njerëzve, na mëson që mos ta urrejmë njëri tjetrin, mos të krijojmë ura ndarëse mes njëri tjetrit. Na mëson Islami dhe na ka mësuar gjeneratat e hershme. Dhe këtë mirëkuptim mes vetë që e kemi në këtë vend, dhe këtë tolerancë dhe harmoni, po ashtu kemi trashëgimi nga dëparët tanë që nuk do të lejojmë në asnjë formë që dikush ta cenoj apo dikush ta rrënoj. Mirë po, duhet që kërkohet llogari për ata njerëz dhe duhet distancim nga institucionet fetare të atyre njerëzve që ju përkasin. Për shpreh për këtë urrëtie që është faqet në mesin e popullit tonë, në mesin e muslimanëve. Andaj të dërojmë si musliman, si besimtar, ashtu që na mëson Islami, të punojmë dhe kemi me punue që këtij mileti, këtij populli, t'i sjell me atë që është e mirë, e dobishme për ta ngrismi vetdijen e tyre morale, t'i luftojmë dukuritë negative që ekzistojnë, ta ngrismi do thotë nivelin e arsimimit, nivelin e shkencës në këtë popull. Ky është misioni jonë, ky është misioni i fesë tonë, që njerëzit i nxjerrni nga errësira në dritë dhe t'ja tregojmë të vërtetën edhe ta pasojmë dhe të kotën e të largohen nga ajo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.